Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Betohem në qiellin e stolisur me hyjsi. Betohem për qiellin plot me yje. I madhruari betohet në qiellin plot yje dhe rrugë. Në te janë vendosur rruga e diellit dhe hënës, rrugët e yjeve aq të rregullta dhe të sistemuara, të cilat tregojnë për pushtetin absolut të Allahut, për mëshirën e tij të gjerë, për dijen e tij gjithëpërfshirëse dhe urtësinë e tij të madhe, dhe në ditën e premtuar Kiametit. Për ditën e premtuar të gjykimit, Allahu betohet për ditën e Kiametit, kur ai ka premtuar se do të ringjallë dhe t'u bojë krijesa nga i pari deri tek i fundit, nga më i largëti deri tek më të afërmit në kohë. Ky premtim nuk ka për të ndryshuar kurrë, sepse Allahu i madhruar nuk e thyen premtimin e vet, dhe në dëshmitarët, si dhe në atë që do të dëshmohet atë ditë. Për atë që dëshmon dhe për atë që dëshmohet, këtu përfshihet gjithçka që ka këtë cilësi. Allahu i madhruar betohet në çdo gjë që shikon dhe në çdo gjë që shikohet, betohet në çdo gjë që dëshmon dhe në çdo gjë të dëshmuar. Betimet në këto shenja të madhështisë dhe pushtetit të Allahut të lartësuar, që tregojnë për urtësinë e tij manice dhe mëshirën e tij gjithëpërfshirëse, shërbejnë për të përforcuar një mesazh shumë të rëndësishëm që vjen më pas. Mallkuar qofshin ata kanë hapur hëndiqe. Mallkuar qofshin ata që hapën hëndiqet me zjarr, të mbushur me lëndë djegëse. Ky është mallkim për shkatërimin e tyre. Ata ishin një popull mohues që sunduan një popull besimtar dhe filluan të detyronin që të ktheheshin në besimin e tyre. Por besimtarët nuk pranuan ta tratonin fenë vet. Atëherë, qafirët hapën hëndiqen e tokë dhe, pasi ndjesën zjarre brenda tyre, ulën rreth rrotull për të dëshmuar vuajtjet e besimtarëve që do të hidheshin aty brenda. Kështu i sprovuan ata besimtarët. I kërcënuan se do t'i flaknin në zjarrin e ndezur fort nëse nuk kthenin fen. Dhe vërtet, kushtu që i kundërshtonte dhe nuk e ndryshonte besimin e tij, hidhen në zjarr. Kjo që grata më e lartë e armiqësisë dhe urrëties kundër Allahut dhe adhuruesve të tij besimtarë të sinqertë. Për këtë arsye, ata merituan mallkimin dhe ndëshkimin më të rëndë. Në fillim, Zoti mallkoi ata më pas, ai tregon veprën e tyre të pamëshirshme kur thotë: "Dhe që i mbushën me zjarr, me gjithë farën e të shtjekse." U tefsiru sure El Buruj, ajet 4. Mallkuar qofshin ata kur ulën pranë tij. Ata rrinin ulur rreth tij dhe dëshmonin atë që bënin me besimtarët. Kjo tregon se sa të pashpirt dhe qlerëzor ishin ata mohues të Zotit dhe torturues të besimtarëve. A ka krije më të rëndë se ky? E përsigurinin ata besimtarët e përkushtuar dhe ishin prezent të asaj që u bën besimtarëve. U tefsiru sure El Buruj, ajet 6. Jo besimtarët i munduan ata vetëm pse i besuan Zotit të plotfuqishëm dhe falënderues. Ata i keq trajtonin besimtarët sepse ata e besuan Allahun, Gallimtarin, të lavdëruarin, të cilit i takon sondimi i qiejve e i tokës. Allahu është dëshmitar mbi çdo gjë. Ata i urryen thjesht për një cilësi të tyre, për të cilën ata do të shpërblehen nga Zoti i tyre, besimi pa tundur në Allahun, Gallimtarin, të lavdëruarin, të cilit i takon sondimi i qiejve e i tokës. Ai është El Aziz, krenari, Gallimtari mbi gjithçka që ekziston. Çdo gjë është e nënshtruar dhe e përulur para madhështisë dhe krenarisë së tij. Ai është El Hamid, i lavdëruari, i lavdishmi, të cilit i takon falënderimi dhe mirënjohja e plot për gjithçka. Allahut i takon pushteti i qiejve dhe i tokës. Ai krijoi ato, prandaj gjithçka duhet të nështrohet atij. Vetëm ai meriton adhurimin dhe dashurinë e plot të krijesave. Ai ka të drejtën të veprojë mbi ta, ashtu sikurse ja lejon mbretërimi dhe sundimi i tij. Ai urdhëron dhe ndalon, ai vendos kufijt dhe merr në përgjegjësi për respektimin ose jo të tyre. Ai është mbikëqyrës dhe dëshmues mbi gjithçka, me dijen, shikimin dhe dëgjimin e tij. A nuk patën frikë ata të mirë që u armiqësuan me Allahun e madhruar? A nuk patën frikë ata nga ndëshkimi i krenarit të plotfuqishëm? A nuk e dinin ata se ishin thjesht pronë e Allahut? Askush nuk ka pushtet mbi dikë tjetër, vetëm me lejen e të madhruarit. Ai haruan ata se Allahu i ka shënuar veprat e tyre dhe do t'i shpëguajë për to. Pikëçudit se qafirët janë të zhytur thellë në mashtim. Ata janë të zhytur në ignorancën dhe verbërinë që sjellin veprat e tyre, prandaj vështirë se mund të shohin rrugën në të cilën Zoti i fton e vështirë se pendohen. Pushteti i cilët shtrihet në qiell dhe në tokë, e Perëndia është dëshmitari i çdo gjëje. U tefsiru sure El Buruj, ajet 8. Padyshim, ata që i torturojnë besimtarët dhe besimtarët e që pastaj nuk pendohen, i pret dënimi i skëterës dhe për ta ka dënim zjarri. Është e sigurt se ata që sprovojnë besimtarët dhe besimtarët dhe nuk pendohen, kanë dënimin e xhenemit. Për ta është përgatitur dënimi përvolues. Nëse nuk e pranojnë ftesën e të gjithëvështirshmit, ata i pret dëshkimi përvolues i xhenemit. Hasan el Basriu ka thënë: "Shikoni bujarinë dhe mëshirën e madhe të Zotit të botëve.
Ata torturuan dhe vrante të dashurit dhe të zgjelluarit e tij, të bindurit dhe adhuruesit e nështruar dhe besnik, ndërsa ai fton e pendim. Pasi bëri kërcënimin për qafirët, Allahu i lartësuar vjen me shpërblimin e premtuar për besimtarët. Me të vërtetë, ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira, për ta ka kopshtet e xhenetit, nëpër të cilët rrjedhin lumenjtë, e ky është suksesi i madh. Ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë veprat e mira, kanë xhenete, nëpër të cilët burojnë lumenj. Kjo është fitoria më e madhe. Ata që besojnë me zemër, por edhe bëjnë veprat e mira me sinqeritet, sipas besimit të tyre, do të kenë xhenete, nëpër të cilët burojnë lumenj. Ky është suksesi më i madh. Nuk ka mirësi më të madhe se kënaqësia e Allahut dhe përjetësia në mirësitë e premtuara nga ai. Me të vërtetë, dëshkimi i Zotit tënd është i ashpër. Është e vërtetë se ndëshkimi i Zotit tënd është i fortë. Të mos harrojnë kriminalët dhe jo besimtarët se ndëshkimi i Zotit për ta do të jetë shumë i rëndë dhe i vështirë. Ai është gati për t'u dhënë atë që meritojnë, sikur se thot i Madhruari, i tillë është ndëshkimi i Zotit tënd kur bie mbi popujt që bëjnë padrejtësi. Vërtet, ndëshkimi i tij është i dëmshëm dhe i ashpër. Hud 102. Me të vërtetë, ai krijon prej kugjeje dhe përsëri i kthen pas vdekjes, i ringjall. Në të vërtetë, është ai që krijon nga e para dhe rikrijon. Allahu është i vetmi që krijon dhe i vetmi që e rikthen krijimin e tij. Askush nuk mund të ketë këtë cilësi përveç tij. Ai është El Gafuru, falësi, i cili i fal të gjitha gjinohet atyre që pendohen dhe kthehen tek ai të bindur dhe të nështruar. Ai i mbulon të metat atyre që i kërkojnë falje dhe shprehin pendes tek ai. Allahu është El Wadud, i dashuri, i cili do të zgjellurit e tij me një dashuri që nuk i përngjan asnjë dashuri tjetër. Ashtu sikurse është i pashembullt në cilësitë e tij të madhështisë, bukurisë dhe të veprave të tij, ashtu edhe dashuria që ai ka vendosur në zemrat e të zgjedhurëve të tij për të nuk i përngjan asnjë lloj dashurie tjetër. Dashuria për Allahun është esenca e adhurimit. Dashuria për të qëndron mbi çdo dashuri tjetër dhe i mposht ato. Çdo dashuri tjetër që nuk buron nga dashuria për të dhe nuk ka lidhje me të, ajo është vuajtje dhe trishtim për zemrën të cilën ka pushtuar. Allahu i do të zgjedhurit e tij dhe ata duan atë, sikurse thot i Madhruari në një ajet tjetër, ai do ata dhe ata duan atë. Meludetu është dashuri e kulluar dhe e këtjellët. Allahu i lartësuar ka përmendur së bashku dy cilësitë e tij, falës dhe i dashur. Kjo ka një kuptim shumë të bukur, ajo vetëm që i fal ata që pendohen dhe kthehen tek ai të nështruar, por edhe i do ata me dashurinë e tij. Disa mendojnë se Allahu vetëm u fal gjinohet atyre që pendohen, por nuk i do ata. Por ky ajet i po shkëto pretendime. Madje, Allahu i Madhruar gëzohet shumë për pendimin e robit të tij gabimtar. Profeti S. Na jep një shembull për të treguar gëzimin e madh të Allahut të lartësuar. Ai thot, Allahu gëzohet më shumë për pendimin e robit e vet kur ai pendohet, sesa ndonjëri prej jush i cili, duke udhëtuar me deve në përshkret e tjerë, e humbet deven së bashku me ujin dhe ushqimin. Ai kërkon dhe kërkon derisa humb shpresën për ta gjetur. Kështu, i lodhur e shpresë humbur, ulet në ndijen e një peme. Por kur hap syt dhe e sheh deve, neve duke qëndruar përpara tij, ai ngrihet, e kap për litari dhe nga gëzimi i madh bërtet, o Zoti im, ti je robi im dhe unë jam Zoti yt, duke gabuar nga gëzimi i madh. Kësaj, gëzimi i Allahut për pendimin e robit është më i madh se sa gëzimi i atij robi. Allahu qoftë i lavdëruar dhe i madhruar. Sa e madhe është mirësia e tij. Sa e gjerë është bujaria e tij e sa të shumta janë dhuratat e tij. Ai është falës dhe plot dashuri. Ai është falësi i madh i dashuri. Ai është sunduesi i fronit të madhruar. Ai është pronari dhe sunduesi i fronit të madh, i cili ka përfshirë qiejt, tokën dhe kursin. Të gjitha këto të fundit, në krahasim me fronin, janë si një unaz e hedhur në një shkretë e tillë të madhe. Allahu i lartësuar është sunduesi dhe pronari i gjithësisë, por e veçoi fronin duke e përshkruar me madhështinë e tij, për shkak se ai është krijimi me pranë Zotit të lartësuar. Zoti i Arshit fronit të madhërueshëm. Utërsiu sure El Buruj, ajet 14. Ai punon çka të doj. Ai vepron gjithçka që dëshiron. Nuk ka gjë që Allahu ta dëshirojë dhe të mos e arrijë dot. Nëse dëshiron diçka, ai vetëm i thot bëu, dhe ajo bëhet. Askush nuk është vepruesi gjithçkaje që dëshiron, përveç Allahut të Madhruar. Krijesat, nëse dëshirojnë diçka, gjithmonë kanë nevojë për ndihmë dhe për të larguar pengesat. Ndërsa Allahu i Madhruar nuk ka nevojë për ndihmë dhe askush nuk mund ta pengojë atë nga ajo që ai dëshiron. Në vijim, Allahu i Madhruar përmend disa nga veprat e tij, që tregojnë për besnikërinë e profetëve të tij dhe vërtetësinë e shpalljes që ata sollën prej tij. A ka arritur të ti lajmi për ushtritë? A të ka ardhur ty lajmi i ushtrive të faraonit dhe të Themudit? Ata u bën mohues dhe refuzues të profetit, prandaj Allahu i shkatërroi si mesin për brezat e mëvonshëm. E faraonit dhe Themudit,
U tefsiru sure El, Buruj, ajet 17. Por, jo besimtarët, gjithmonë mohojnë. Mohësit e Zotit vazhdojnë të përgënjeshtrojnë. Shpaljen e Zotit, por Allahu i ka përfshirë ata. Në mbështetjen e tij. Me gjithë faktet e lëna nga Zoti ndër breza dhe me gjithë argumentet e shumta të sjella prej tij, ata vazhdojnë në mohimin dhe mosbesimin e tyre me kokëforci dhe armiqësi. Atyre nuk u bëjnë dobi shenja dhe argumentet e Zotit dhe as paralajmërimet e sjella nga profetët e tij. Por Allahu i ka përfshirë me dijen dhe pushtetin e tij mbi ta. Askush nuk mund të fshihet dijes dhe pushtetit të tij gjithëpërfshirës. Ai është gati, prandaj le të kenë frikë nga ndëshkimi i tij në çdo moment. Ky është një kërcënim shumë i frikshëm për qafirët. Ai, në dorën e të cilit janë shpirtrat dhe çdo çështje e tyre, i kërcënon që të kthehen sa nuk është vonë. Ai i fton që të nështrohen, duke e besuar Kur'anin dhe punuar sipas tij. E Perëndia i plotfuqishëm i përfshin të gjithë. U tefsiru sure El, Buruj, ajet 19. Ky Kur'an, që e mohonin ata, është Kur'ani i madhërueshëm. Ai është Kur'ani i madhëruar, i shkruar në një pllak të ruajtur. Mesazhet dhe urtësitë e Kuranit janë madhështore dhe të thella. Mirësitë dhe detyritë që përmban ai janë të mrekullueshme dhe të shumta. Kurani është i paprekshëm dhe i pandryshueshëm. Ai ruhet në Lauh Mahfuz ose në pllakën e ruajtur dhe askush nuk mund të shtojë, paksoj apo të tjetërsoj diçka nga ai. Kurani është i ruajtur nga ndikimi dhe ndërhyrjet e shejtanëve. Ai është i ruajtur në Lauh Mahfuz ku është shkruar gjithçka. Kjo tregon rëndësinë e madhe të Kuranit tek Allahu i lartësuar dhe për dobitë e tij të pakrahasueshme. Allahu është më i ditur për gjithçka. I shkruar në Lauh Mahfuz në pllakën e ruajtur me kujdes. U tefsiru sure El, Buruj, ajet 21.